Do jam zonë dëgjova më vëmendje tek flisni për strategjinë juaj politike, për idenë se si synoni ta merrni drejtimin e qeverisë, për orientimin që kjo të ndodh me partitë opozitare, ndërkohë i kemi dy të vërteta tjera në këtë klim politike. Një është terreni, pra rezultati, që në realitet edhe sondazhi flet për diçka tjetër, dhe e dyta është presidenti, zgjedhja e presidentit që po ashtu ju pamundson që edhe nëse e bëni qeverinë me opozitën, ta zgjidhni si problem politik për ta heqë nga ideja mundësinë e zgjedhjeve të reja që mund të bëhen prapë brenda këtij viti. Unë besoj që qytetarët, elektorati kanë nevojë për një shpjegim praktik të realizimit të kësaj strategjie. Unë më shumë i shoh këto si retorika politike të subjekteve, jo vetëm nga ju, por nga gjithë tjerë, sepse në garë hyet me fitu, me marrë qeverinë, por nuk ka shpjegim praktik se si mund të arrihet, se si mund të bëhet ky blok opozitar, megjithëse unë opozitar nuk e quaj se kur janë në zgjedhje, gjithë janë njësoj. Aty nuk ka opozitë sepse presupozohet që rezultati nuk dihet se si do të dalë. Por në këtë mes, si mund të binden qytetarët që PDK-ja do të rikthehet në pushtet, do të marrë drejtimin e partisë, dhe si mund të bëhet kjo pa lëvizjen vetëvendosur dhe numrat e saj. Kjo më intereson me shpjegu. Dini diçka më shumë që s'po doni me nda këto lish me publikun nga rezultatet, nga terreni, apo është bindje juaj, apo strategjiu ju elektorale, ky shpjegim ka nevojë për më shumë, besoj sqarim se si bindet elektorati që Bedri Hamza pas 8 qershorit do të drejtoj qeverinë e Kosovës. Sondazhet janë vlerësim, janë motje. Mune me qenë sakta, mune me pas devime, po nëse proprio referuam sondazheve, del që subjektet politike që kanë qenë në opozit, e që s'janë blok, se janë subjekte në veti se cila, garojmë me listat ndara, po për shkak vizionit, konceptit, programeve, orientimeve tona politike dhe programore, është ma let me pas bashkëpunim, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca me të tjerët, brenda Kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe sa i përket formimit qeverisë, gjitha sondazhet, pra, thonë që këto parti politike e kanë mundësinë reale për me bo qeveri. 61 plus. Po, me 61 plus. Edhe 10 votet e minoriteteve që janë pjesë. Me 61 plus. Sa i përket presidentit, apo presidentes, mendoj që duhet konsenzus dhe formula edhe të tjera.